Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi së bashku tek fati ynë me astrologun ton Jorgo Pulla për të vijuar me parashikimet tuaja përmes hartave astrologjike. Ju mund bëheni pjesë e bisedës duke na telefonuar në numrin 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS, mjafton të na dërgoni të dhënat tuaja si data e saktë e lindjes, ora e saktë e lindjes dhe pyetja më e rëndësishme për ju, dhe ju patjetër do të merrni parashikimin tuaj të detajuar dhe ashtu siç ju e kërkoni. Me mua si gjithmonë në studio pra astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Të gjithë të shikuesit tanë ku do kanë ndjekin Shqipëria për diaspor. Kemi të bëjmë një ditë shumë të rëndësishme sepse dikimi i Hanës në shenjë Luanit që në darkë të shkoj në Virgjëresh ka një sinjal pozitiv, ka një lajm shumë të mirë në lidhje me dokumentacione, në lidhje me punën dhe për ata që kanë pasur probleme në role drejtuese. Trokasin zgjidhin problemin ose me padrejtësisht disa gjëra që janë bërë në mënyrë të padrejtë do të rregullohen. Prandaj ti bin pas se ka ja vlen një diçka e tillë. Të falenderoj Jorgo, le të ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio për të vijuar me parashikimet tuaja. Ndjekim. Le ta nisim të ditë të sot me Jorgo me një mesazh. Atëherë, kemi datën e lindjes. 30 i 7 79. 30 i 7 79, po. Në lidhje me shëndetin dhe ekonomin, sa i përket shëndetit e kemi sqaruar, por le të themi dy fjalë. Eri sqaroj. Po, patjetër. Sepse për sa i përket shëndetit, kemi të bëjmë mjekësinë. Nuk mund të bëhemi mjek në kohë që nuk jemi. Ne mund të bëjmë gjitha. Shqipëria janë shumë gjitholog, janë shturësi shumë, por me gjitha është kujdesi. Sepse ndikimet që kanë bënë, sepse robi, njeriu, nuk ka pjesë këmbimi. Pra do të pasur kujdes. Prandaj themi që shkojmë tek vendi i duhur, jo tek i gabuar. Në lidhje me shëndetin, konsultohemi me mjekun. Dhe kjo është e drejta dhe çdo gjë që ndikohet, sepse mund shumë njerëz bëjnë ato gjëra që nuk kanë fare dijenin për gjëra të tilla. Përsa përket punës, në lidhje me punën tani, kemi në anën ekonomike, nëse në flet për ekonominë, kjo datëlindje do të thotë që ndryshimet që vinë ose mundësitë që ju jepen, kjo periudhë ka qenë pak e vështirë në lidhje me disa ndryshime që keni pasur, disa çështje që jeni në pritje. Ju kanë borxh, nuk ju keni borxh. Kjo do të thotë në çështjet ekonomike financiare, ndryshimet dhe ndikimet janë shumë pozitive. Madje është një moment, sepse ka të bëjnë me diellin në shenjën e Luanit, por në anën tjetër kemi Hënën. Hëna është baza dhe ajo çka juve filloni, që është në peshore në shenjë ajri. Duke filluar nga sot mbasdite, sepse mesjellori është në ndikimin më të madh në akrep, që do thotë mundësi, do thotë rëndësi në ato çka dua të bëj dhe të nis. Dhe gjithë ky harku kohor në ekonomi do merreni pak me stabilizimin ose ca blerje papritura, sepse ndodhin disa gjëra të tilla, është momenti juaj dhe koha më e mirë. Kur është koha më e mirë që unë të them që tani jam në rrugë të mbar dhe mund bëj veprime dhe ndryshime? Po, është një mundësi shumë e mirë, është një kohë e përshtatshme, sepse lidhet me punën, lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin shtator, nëntor dhe shkurt të 2027, sepse është diçka shumë pozitive, sepse prisni një lajm çështje shtetërore dhe kjo do të zgjidhet në anën tuaj. Kalojmë tek një tjetër datëlindje, e cila është datëlindja e fëmijës Zonjos, pra që na ka shkruar. Kemi 5 i 9 2017. 5 i 9 2017. 2017. Ora e lindjes 23:55 minuta. 23:55 minuta. 23? Po. 23:55 minuta? Po. Interesohet për një parashikim të përgjithshëm, pra. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë datëlindje? Tani, meqense na e ka dërguar zonja, meqense është e vogël fëmia,
Tani, nëse do flasim se çfarë mund bëhet një të ardhme, se 2017-a, imagjinoni, është pothuajse 9 vjeç. Por gjithsesi, ka të bëjnë shumë me anën e pozicionimit të gjërave që kanë bënë edhe momentet që kanë në këtë periudhë, zgjuarësia, maturia, elektronika dhe mjekësia, por ajo që është më i fokusuar, sepse ka të bëjnë me mesjellórin, kur kemi raste të tilla, që është një nga ndikimet më të mëdha që mund të kishim ndonjëherë, që arrin që të kuptojmë gjëra nga më të rëndësishmet, dhe kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë për sa i përket gjërave që do të ketë, mundësi që do të jepen. Por mos u shqetësoni fare për gjëra të tilla, se meqense është i vogël akoma, është në atë që formimin e tij të asaj, nëse vajza apo djalë, nuk e dim. Nuk e dim nëse është vajza apo djalë. Formimin e kësaj datëlindje po flasim. E themi kështu. Është momenti për të arritur atje ku dëshiron, sepse merr nga ana e gjyshit nga ana e mamas dhe nga babai nga ana e mamas. Kjo do të thotë është një mundësi, një ndryshim që do të ketë në një të ardhmen të afërt, dhe prandaj mos e kufizoni gjërat. Lërni atë që do të bëjë, le ta bëj, mund mos na pëlqej, por është diçka që në të ardhmen është me këmbë tokë dhe jo të fluturoj. Të falenderoj, Jorgo, le të kalojmë tek një tjetër datëlindje. Atëherë, kemi të dhënat 18/6 viti 2004. Një sekond. i 6 viti 2004. 18/6 viti 2004. 2004, po. Ora e lindjes 13:50 minuta. 13 e? 50 minuta. 13:50 minuta, po. Atëherë, kam parë emisionin tuaj, shkruan ajo, dhe jam bërë kurioze të di rreth fatit tim. Ka lindur në Pogradec dhe interesohet për një parashikim të përgjithshëm. Po. Kjo është kënaqësi me vete, edhe vëdhemi për janë shumë të njerëz të besoni që kërkojnë parashikime në lidhje me gjë që kërkojnë. Atëherë, parashikimi përgjithshëm. Pogradec. Jorgo, nuk e di se sa mundësi ke për ta ruajtur këtë si hartë astrologjike, sepse kemi një telefonat në linje, më pas kalojmë tek Po, e ruaj, ka problem. Atëherë mirë prisëm telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flasim dhe nga na telefon. Mirëmëngjes. Jam Mizë nga Elbasani. Po e dashur, më thuaj. Po, doja të dija për vajzën. Patjetër. Po, datëlindja 29/10. 29/10, të cilin 91. 91. Ora e lindjes? Ora e lindjes 8:30 në mëngjes. 8:15 minuta. Pa një çerek. Pa një 7:45. çerek. Në rregull, 7:45 atë. Po. Edhe doja të dija për rrugë, do vi Shqipëri apo jo, se e kam jashtë. Në çfarë shteti? Po. Në Amerikë, në Filadelfi. Në Amerikë. Se ka lindur ditë martë, apo? Po. Jorgo, më ngjohen, kam folë disa herë me ty. Falenderoj shumë. Edhe kam shumë besim. Faleminderit. Atëherë interesoheni për të parë... Për rrugë, do vi në Shqipëri apo jo, sa akoma e ka në dilemë. Në rregull e Do vinë se s'bene, pse mos vinë? Rrof lumgoja, Jorgo. Na ndiqni nëpërmjet ekranit. Përmes ekranit. Po, faleminderit. Faleminderit ju. 29/10 91. Ora 7:45 e mëngjesit. Po. Do Atëherë. kthehet në Shqipëri apo jo? Pra do ketë një rrugë për në Shqipëri. Prindi për fëmijën bën pamun dhe i mungon, është ajo dashuria e brendshme që shfaqemi nga ndonjëherë, por unë do të thosha që ai duhet kishte ardhur në fakt, për sa përket kësaj, nuk e shikoj problem dokumentacion, nuk e shikoj që nuk vjen për arsye dokumenti ose për arsye pune, po mund të jetë diçka që brenda këtij harku kohor, në fund jemi tani, domethënë 16 korrik, 24 gusht është ky harku kohor. Unë do thosha po, si jo më lart, pas nesër mund ta ketë vendos ose e vendos që
mund të vi, por mos u shqetësoni për gjëra që nuk është diçka në lidhje me djalin, se unë shikoj shumë pozitive, shikoj shumë gjëra që do të ndikojnë në favorin e tij, por do ketë dhe surprizë nga shtatori, diçka në lidhje me familjen, diçka në lidhje me gjëra që do të ketë atje, në lidhje me punën, do ndryshoj vend banim së shpejti, dhe mbase është kjo vonesa e tij, nga Philadelphia për shembull, të shkojë në New York ose të shkojë në New Jersey ose në Brooklyn, ku diun gjëra natyre, por gjithsesi është një periudhë shumë e mirë, periudhë tranzicioni në favor të djalit dhe është mjaft pozitive, sepse ndikimi që ka bërë nga ndonjëherë kur kemi të dhëna në të këtij formati, domethënë të planetet të rrethuar në këtë drejtim, që do të thotë në fakt kjo datëlindje, kur ka lindur për shembull, shikoni si ndryshimi që bën. Tjetër emër do t'i vinit dhe tjetër emër ka. Në tjetër shtet do shkonte, në tjetër shtet vajti. Por që do të thotë kjo? Do të thotë që tani e tutje, ndryshimet, vendimet, ndikimet fantastike që ka tani, 2026 ka qenë shumë i mirë, edhe pse me disa lodhje, po jo lodhje të kënaqshme them unë, edhe gjërat e tjera që do jenë mjaft pozitive dhe jo problematike. Unë do të thosha po sepse nuk shikoj një problem që të ketë, një problem ose diçka, vetëm për dokumentacione do thosha unë që është problem, mund mos vi ose ka dëshirën, po arsye dokumentacioni nuk është. Por jo, unë do thosha po, sepse është e mundur, po do të zgjidhet kjo çështje pa ndonjë problem shqetësues. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek mesazhi që kemi, që po parashikoja pra, e më pas do të presim një telefonat. 18 qershor 2004. Vetëm një moment. 18 qershor 2004, ora 13:50 minuta. Pa. Është mesazhi që po parashikonim pra? Për çfarë intereson? Kam parë emisionin tuaj, shkruan ajo, dhe jam bërë kurioze të di rreth fatit tim. Një parashikim të përgjithshëm në qoftë se është e mundur. Patjetër që është e mundur. Është që kemi ta. Çfarë do të themi Jorgo për këtë datëlindje? Ora 13:50 minuta. Atëre. Lindur në Pogradec. Lindur në Pogradec, që do të thotë, kemi 12, 14, 25, 37, 31. Atëre. Kjo të regon që ndikime që kanë të bëjnë ose mundësi që jepen në fushën ekonomike. Marrim ekonominë. Marrim ekonominë në lidhje me këto, ndryshime nga më të ndryshme që mund keni, sepse ndikimi më i madh që është lindur ditë premte ditën e Afërditës. Kjo do të thotë, kuptimi i kësaj harte na shtjellon, na tregon që ekonomia, vendimet që merr, periudha kur ndodhin gjërat, nëse ke mundësinë tani në këtë harë kohor se jemi në ndikimin e hënës së re, që ka qenë më datën 14, por është duke u mbushur, se është një kur duam të bëjmë një ndryshim neve, që kemi një ndryshim pune, për shembull, ose në fushën e dashurisë, ose në fushën e ekonomisë, të kredive, udhëtimeve, e kemi 1/4 të hënës. Kur themi 1/4 të hënës, do të thotë që në brenda muajit, në 3 raste që mund të keni, është mundësia shumë e mirë po tani, meqenëse se jemi në ndikimin e madh, sepse 16 dhe 23, që është një harë kohor shumë i mirë për marrë vendime, dhe unë shikoj shumë pozitive në ekonomi. Edhe pse tek juve aska smarohet. Të ua thotë me 1 milion %, duke pasur parasysh ndikimin e hënës, sepse kjo lozë një rol shumë të rëndësishëm që është në kafore, momente që kanë bëjnë tani për tani dhe ndikimi i diellit në binjak, kemi dhe një ndikim shumë të madh, sepse duke pasur parasysh Afërditën, që është baza ekonomike dhe në financa, nuk ka vend për të shqetësuar. Një lajm shumë i mirë që do të merrni në fushën e punës suaj, një ndikim shumë të mirë dhe nuk e diskutoj, ka gjëra shumë të mëdha, ka gjëra që janë shumë të realizueshme. Po të shikojmë këtu, kemi edhe një ndikim tjetër. Këtu kemi Saturnin. Çfarë do të thotë Saturni? Saturni thotë që kam mundësinë, kam kohën, kam dhe vazhdimsinë. Kam një detyrim të vogël, thotë këtu, por do ta lë për një moment tjetër, sepse lidhet me punën. Zgjuarësia dhe maturia është diçka shumë e madhe në anën e punës suaj, në lidhje me karrierën, në bazë të orës që juve keni, jeni me ascendente në peshore dhe ndikimin më të madh që juve keni në Virgjësh, që është Jupiteri, që do thotë bëj atë që dua të bëj vetë, por juve në lidhje me tregëtinë, në lidhje me diçka tuajën, nuk punoni dot në shtet, edhe pse doni sepse është një herë domosdoshmëri, por mund bëni gjithçka vetë. Do vinë një moment
që juve nuk do keni nevojë për këtë, sepse i rini punës në kokë, e keni mundësinë, keni gjëra shumë të rëndësishme në këtë drejtim. Kemi të bëjmë edhe një ndikim lidhja veriore me lidhjen jugore, që është tek Dashi, dhe jugorja, që është tek Peshorja, që na thotë që tani jam në marrje vendimesh të rëndësishme, por nuk e di se mund të ecin. Edhe thoni dhe ju ka lënë përmend që thoni, po sikur ti ke jashtë se kam një rast për të realizuar kjo gjë, a bëhet? Por bëhet që ç'ke me të, por do ishte perfektja këtu, sepse i keni mundësitë, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, dhe nga njerëz, andaj nga vini juve, me njerëz shumë të rëndësishëm familjar, lidhje nga ana e babait, lidhje nga ana e mamas, lidhje nga ana e personave që juve keni në familje, është diçka shumë pozitive, madje është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm, nëse doni që juve në ndikimin e familjes ose çështjeve, në fakt në përgjithësi, unë do thosha po, sepse është koha e marrjeve vendime të rëndësishme, por vetëm mos u nxitoni. Këtë javë dhe javën tjetër, koha më e mirë dhe më perfektja është në tetor, sepse kemi ascendenten. Ascendentja na tregon çfarë dua të bëjmë, ku dua të shkoj, edhe lidhjet ose dashuria ose gjëra të tjera që mund kemi, kur është më mirë që unë ta përfundoj një herë mirë, sepse kur kemi gjëra të kësaj natyre na jepet mundësia, kur kemi edhe shumë gjëra të tjera, sepse çfarë bën? Një lidhje është solide, kur është biseduar me njëri tjetrin, e kanë marrë, domethënë si vendim, dhe kjo është ajo që do të bisedoni me njerëzit që ju rrethojnë. Çfarë janë njerëzit që ju rrethojnë? Janë njerëzit janë prindrit, ose nuk akoma se arrisim deri atje, arrisim me kushërinjt, me njerëzit e të dashur apo të dashurit, afrohemi deri aty ku vetes edhe ata të kuptojmë ose vjen bom direkt një lidhje, kështu që janë disa gjëra të tjera që mund të keni. Prandaj e gjithë kjo histori është ana më e mirë e mundshme. Të falenderoj Jorgo, le të mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jo bukuroshe. Mirëmëngjesi. Kom profesorin. Respekta. Profesorin në krye të detyrës. Si gjithmonë ju shqetëson ose ju mërzita, si t'jo them kështu. Mos u shqetësoni as pak, për aq kohë sa keni artë astrologjike për të personalizuar, ky është misioni ju në fundit. Kështu që ju falenderoj se për Zotin e pin kafe me shije kur komunikoj me ju. Ju falenderoj. Shumë. Po. Tash sot do pyes për gaforën. Patjetër. Edhe Brestjapin. Po. Çonin e vogël, që kam në Angli ka 4 vjet, 5 vjet edhe nuk e shikoj mesën e vogël e këta. Ti shikoj se kanë shëndetin punën. Po të bëj gjira ne nuk do ishte keq. Po, ti smet po më pru letrat i madhi po. Atëherë. Sa tjetrin e kom rregull. Po, datëlindjen? Kemi datëlindjen e bashkëshortes tuaj. 5 korrik të 67-ës? Fiks fare. Ndërsa djali? 18 janar. 18 janar. 93-shi. Po. Ora 7. 6:07 mo. 7 e mëngjesit. Po. Atëherë. Dokumentet punë shëndet. Patjetër. Dokumentat nuk ka problem djali. Jo, problem s'ka, që në dy lezë jenë shpjet vetë edhe atje, po ja ka ndimu tjetëri, i kam tamamën, nuk jam shumë. Mos e mërzit, se te e mërziti. Jo, nuk e mërzit, unë kam shqe vetëm në diqej mire më mirë, po dhe kesh po tjetë, vetëm më tjetë në prashpësin të madhe, nuk e kam problem. Po të nëzjerim rrugla jote aty. Na ndiqë në përmjet ekranit. Jurojmë një ditë sa më të mbarë. Marsi. Po të kërkoj dhe një diçka tjetër. Po. Patjetër. Brenda mundësive, mund të ma japish numrin tanë se mund dalë në i tita ndaj, e ty jap kaj kafe. Falenderoj vetë për fjalët që thoni, e kemi pirë kafen. Po, e kisha shqet të vjo për të prej atje. Pasë në një moment tjetër flasim. Po, shumë falenderit, respekt. Të lënë pak kohë të rishikuesve tanë që marri që presin e vi. Respekt, kam lënë nga javë. Falenderoj. Gjithë të mira. Gjithë mira. Të përshëndes, të mirë kuptoj. Gjithashtu. Ju përshëndesim gjithashtu. Ciao, mirarësi. Gjithë të mirat, 5 korriki 67-ës. Po, edhe djali? 18 janar. 18 janar i 93-shit. 18 janar. 93. 7 e mëngjesit. Po? Për punën, për dokumentat në fakt ishin në rregull. Po pra, çfarë do që mund të thuash pra përmes hartës astrologjike? Në fakt, nëse marrim për gaforen, ndikimin e gaforës, apo një kombinim për fëmijën, në lidhje me këtë, unë do thosha që me qenë se janë shumë pozitive
Kjo periudhë është e mirë, do më thënë, nëse do të marrim tani, nga kjo, që do thoshim ditë e sotme, po, ka të bëjnë edhe në fund të, nga fundi muajit prill, dhe në tetor është një harë kohor shumë i mirë, që ka filluar ndikimet shumë pozitive, edhe po do të shikoni, po do të arrinë, se mund të vinë, mund të keni mundësinë në gjëra të tilla dhe është momenti më i mirë dhe më pozitiv i mundshëm. Lidhje me djalin, djali do të thosha që ka diçka dhe një surprizë shumë e madhe, mund të ketë lidhje me punën, sepse shikoj që ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim dhe kjo është periudha, kjo është koha, është momenti dhe gjërat që do të vinë gradualisht në këtë drejtim të punës dhe të karrierës nuk e diskutoj. Edhe familjet që mund vinë për një pushim, pse jo, e kanë mundësi se dokumentat nuk u mungojnë, lidhje me familjet janë shumë pozitive në të gjitha gjëra që kërkohet, sepse është një kohë shumë e përshtatshme dhe mjaft e mirë, prandaj mos u shqetësoni fare, edhe ka forën krahun tjetër, është pritje, por kur flasim me një tjetër, ku janë atje, nuk do të thosha që mungon, po nuk mungon në anën tjetër, po fizikisht, po realizohen, gjëra nuk është problematik, absolutisht përkundërzi, mund keni edhe një surprizë këtë periudhë. Të falenderoj, Jorgo. Letë mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Me Violetën nga Tirana. Kënaqësi e dashur, po? Kënaqësi dhe për juve. Dua të bëj një parashikim për një çuni. Po. Ka Patjetër. bërë një aplikim në prill. Nuk ju dëgjojmë shumë mirë, edhe një herë ju lutem. Çuni është 7 tetor i 2000. 7 tetor të vitit 2000. 2000. Po. Ora 9:30 me darkës. 9, 21 e 30. Po. Të do të bëj një parashikim për çunin. Ka bërë një aplikim për në Gjermani. Po. Kur e ka bërë aplikimin? E bëri të parin në mars. Dhe nuk u aprovua. Bëri prap në maj dhe tani presim një përgjigje. Kur mund të dalë? Dhe si do jeti? Po keni njerëz atje? Jo, s'kemi njerëz, ai ka bërë aplikim pune. Për në Gjermani. Është herë e dytë që aplikon, apo jo? Kjo? Po, është e para u anullua. Dhe bëri të dytën. Kur u bë ky dyti, çfarë date? Në maj. Në maj. Datë konkrete nuk kemi, po. Jo, datë konkrete nuk e kam fiksë, po në maj është datë, tani në maj. Ka lindur ditë shtune? Po. Të duhet ndonjë dhënë tjetër, jo? Jo, në çfarë vend në Gjermani? Nuk e kam... Rregull. Mos u shqetësohet dash. Rregull. Atëherë Jorgo, i kemi të gjitha të dhënat që na duhen? Po, edhe ditë shtune ka lindur në rregull. Ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit, ju urojmë një ditë të mbar. 7 tetor të vitit 2000. Po. 21:30 minuta, lindur ditë shtune, ka bërë një aplikim për në Gjermani, pra. Aplikimi i parë është bërë në muajin mars, por nuk është aprovuar, pra. Dhe ndërkohë ka riaplikuar në muajin maj dhe pret një përgjigje. Do të jetë kjo një përgjigje pozitive? Unë do thosha këtë tjetër, me qenë se një person i ligjit mund të ndikojë në këtë drejtim, ose diçka gabim është, se nuk ka mundësi, se nuk e shikoj se peshorët edhe me ndikime të mirë në New York, që të bën gabime, nuk e besoj gjë të tillë, por një konsultim nuk do ishte keq me personin e ligjit që të bisedohet, sepse unë shikoj që ka diçka që nuk shkon, diçka bëhet, po di unë, por me qenë se kjo periudhë tani, peshorët e kanë mundësinë, por nga një aplikim, për shembull, që të kalojnë paktën 90 ditë, i bie 3 muaj, jo do më thënë në mars, në maj, në afrimiteti. Dhe kjo mund tjetë një nga ndikimet që kanë bëjnë, por kjo thotë që me një person të ligjit që mund të ndikojë, me hënën ujor që juve keni, lidhe me marsin dhe ndikimin e peshorës, është e mundur të ndodhi, sepse do jep edhe i dokument tjetër shtesë, ose diçka kësaj natyre mund të ndikohet, dhe është mjaft pozitive dhe jo negative. Dhe të gjitha gjërat që ndikojnë dhe favorizojnë në anën më të mirë të mundshme, prandaj mos u shqetësoni fare në këtë drejtim, unë do thosha edhe prap është e mundur. Do vinë një moment që kjo është e bëshme, por me personin e ligjit, nga duhet edhe një ndikim tjetër, kemi një gabim, ose ku nuk shkon, do më thënë, nuk përshën të jua, nuk shkon të kërkohen disa gjërat, rregullat të reja,
Kjo do të parë, domethënë, për person e ligjit dhe unë mund ta them që me bindje plot, se nuk është i problematik që mund të ketë problem me pasaportën ose një dokument, sepse shumë njerëz kemi probleme nga të ndryshmet, por këtë nuk e shikoj këtë gjë të tillë. Prandaj, një person të ligjit do ishte perfekta të bisedohet. Të falenderoj, Jorgo. Le të kalojmë tek një tjetër mesazh. Atëherë, kemi datën e lindjes, 10/4 2002. Ora e lindjes 2:10 e mëngjesit. Vajza ka bërë disa herë parashikime pra në gjatë emisionit tonë që nga fillimi dhe dëshiron të ishte një parashikim të përgjithshëm sa i përket muajit gusht. Si do të jetë pra ky muaj që po vjen? Atëherë. E ka kthyer si një rutinë, çdo fund muaj interesohet për muajin tjetër, kështu që çfarë do të themi për Atëherë. lindje? Për Në këtë këtë rast jemi në gjysmë të tij, por po. Jo, s'ka problem, të kërkoj muajin gusht, pse jo. Atëherë, duhet të thënë që nëse kemi për të bërë ndryshime pune, nëse kemi për të bërë udhëtime të largëta, kemi sepse juve ke lindur ditë mërkure, dhe njerëzit lindur ditë mërkure tregon që ndikimet më të mëdha janë fundi 10 të dytë që keni lindur, dhe momenti dhe mundësia, sepse dashje me ascendente në Bricap u jep mundësinë në lidhje me punën, në lidhje me gjë që do bëni, por jeta juaj do jetë jo vetëm shumë mirë, por do keni edhe mundësi ndryshimi në fushën e punës, në fushën e karrierës, në fushën e gjërave të mëdha që keni, dhe është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Duke pasur parasysh ndikime planetare siç është Jupiteri, ai që na jep mundësinë dhe vullnetin, Jupiteri është ascendentja që është në shenjën e Bricapëve, por ka të bëjë dhe me diçka tjetër që është dhe Urani dhe Neptuni, por dhe ndikimi i madh që lidhet me ujorin, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira dhe pozitiviteti që ka të bëjë koha e duhur që juve keni në këtë drejtim. Pikërisht kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive, dhe është diçka reale, që është realizueshme, dhe disa oferta shumë të rëndësishme që do të keni në vazhdimsi, por do të thosha me bindje plot, që jeni në anën më të mirë të mundshme. Prandaj bini pas, mos me lini pas dore në disa gjëra që do të keni sa dokumenta, edhe sepse keni pasur një pak mërzitje, por këto janë kalimtare. Keni të drejtë në fakt, por me kalimin e kohës gjërat do të ndryshojnë. Por muaji gusht, 15 ditë që parë është perfekt, nuk është çështje e pushimesh ose çështje që po mund të shkojmë ose mund të lëvizim në vende të ndryshme, por do bëni një rrugë dy punë. Edhe në pushime, por edhe çështje pune, sepse prisni diçka që është shumë e rëndësishme, se mesjellori është baza asaj çka duhet të bëj dhe duhet të arrijë. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, sepse mesjellori na jep këto mundësi dhe këtë periudhë. Kjo është periudha më e mirë. Mundshme dhe gjërat që do të keni në 15 ditën e parë të muajit gusht. Nëse do marrim sepse kemi dhe ndikimin më të madh për sa i përket juve, ju ndikon shumë mënyra, mundësia që juve keni, koha që keni tani jetutje, por me qenë se ndikimi i Plutonit dhe i Neptunit, që ka një ndikim shumë të madh tek juve, dhe keni pasur dhe Plutonin në shigjetar dhe ka qenë në retrograd, ku tani ju ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur, disa vonesa që keni pasur para disa periudhave të ndryshme, por kjo nuk do të thotë për problem, kjo do të thotë ndryshim, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë marrje vendimesh të rëndësishme. Meqenëse se juve gjithmonë keni ndikime për në kaluara, sepse kur kemi karma, ajo çka unë kam jetuar, rikthehet përsëri në gjëra që do të bëj, ose ka bërë shumë s'ka fituar atë që do, vjen momenti i plotësimit të dëshirës, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë tani atutje, që do të ketë përgatitja që bëhet në 15 ditën e dytë të këtij muaji, t'u jep mundësinë dhe periudha më e artë që është në muajin gusht, për disa e kanë gusht, disa e kanë në nëntor, janar, por kjo e kanë në muajin gusht, edhe pse është shenja e dashit dhe ka një ndikim shumë mirë, sepse gushti është shenjë zjarri në lidhje me ndikimin e Luanit dhe jep mundësi dhe ndryshime të mëdha që do ketë tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, që janë shumë gjëra pozitive me hënën në peshk, e kjo hënën në peshk e ka prish pak Terezin, disa mërzitje të vogla në punë ose disa gjëra që ka bërë dhe nuk ka marrë atë që kërkon. Po gjithsesi, kjo është nga periudha më të mira të mundshme, mos më shqetëso fare. Të falenderoj, Jorgo. Le të mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Orikumi. Kënaqësi e dashur, po. Kënaqësi dhe për mua. Doja të shikoja pak shenjën time peshqit. Patjetër. Peshi treti,
82. 5 mars 82. 5 mars. 5 mars, po, i treti. I treti, po, 5 i treti 82. Po mund të thosh edhe pak bërqapin ju lutem? Pa tjetër, më thua. 11 janar 77. 77. Atëherë një parashikim të përgjithshëm për secilën prej datëlindjeve? Po. Një orë lindje nëse kemi? 11 janari e 5, ora 5 mbasdite, ndërsa unë para dite ora 10 besoj 11. 10-11. Po. është e 52-shit? E 82-shit. Oto. Po. Oto 2. Në rregull dhe dashur, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit, urojmë më të mirat për ju. Faleminderit, ditë mbarë. Respekte, falenderojmë. 5 i treti 82. Pa. Ora 10 ose 11 e paradites, pra e mëngjesit. 10 e gjysë atëhere. 10 e gjysë që t'jemi korekt. Edhe i interesoshe për? Një parashikim të përgjithshëm. Më pas kemi dhe një datëlindje tjetër, po për një parashikim të përgjithshëm, por le të fillojmë së pari me këtë. E lindur ditë premte, shenja e peshqve, ascendente në binjak, komunikimin, bazë, edhe ku e di dhe shenjën, është diçka shumë pozitive, kur kemi disa gjëra që lidhen me të ardhmen, kur kemi në peshore dhe në akrep, kemi në akrep kemi Jupiterin dhe riskun ose atë që neve e themi që na vjen e papritur. Të mirës i hapderën, të vështirës i kërkon rregulla. Gjërat e tjera që ka të bëjnë. Kemi Plutonin, kemi Saturnin, kemi Marsin, kemi dhe ndikimin e momentit, pra të çështjeve që kanë bëjnë me punën dhe vazhdimsi që është në peshore, por me kënë se juve e keni momentin tuaj, keni atë që ka doni se peshit gjithmonë, një hap parë sa çfarë ndodh. Edhe pse juve keni pasur shumë gjëra në përduar, lidhe me punën, lidhe me karrierën, lidhe me ndryshimet e tjera që vinë, mërziteni disi, por mos mu shqetësoni fare, sepse të tjerët ju kërkojnë juve, jo ju të tjerët, do të thotë, keni bërë dhe keni gjetë qeder, po punë e madhe, sepse janë disa gjëra që lidhen mjaft mirë me juve, sepse juve jeni mjaft pozitiv si njerëz, si ato që doni të bëni, e bëni si duhet, dhe keni dhe ndikimin e hënës në gafore, ku u jep një mundësi që do thotë familja, do thotë pastërtia, qiltërsia dhe drejtësia. Me kësaj merrni nga babajgjën, do thotë që nga mamaja keni marrë dhe mshurinë edhe ecurinë e gjërave të shpejta. Nga babaj keni marrë me këmbë tokë pa të çka doni të bëni. Dhe jeni mjaft pozitive në këtë periudhë. 6 mujori i dytë është një nga ndikimet më të mëdha që kanë bëjnë, sepse po të vini re 6 mujori i dytë, ose kemi pasur një harë kohor, kemi pasur me debatën, një gjëra që e keni parë dhe vetë, keni dëgjuar miqt, shokët, që po çfarë po bëhet, pse ndodhin këto gjëra? Po ndodhin sepse para përgatitjes që bën ndikimi i hënës, që ka qenë hënës së re, dhe kjo nuk diskutohet se planetet kanë bëjnë shumë me hënën kur kanë ndikime, kur kanë gjëra që lidhet. Dhe pikërisht kjo datëlindje ka mendon motoja e kësaj, dhe është unë nuk nxitoj se nxitojnë të tjerët, por mendoj gjykoj që i rregulloj. Dhe kjo është një anë shumë pozitive, dhe e keni mundësinë dhe juve që do të keni dhe shumë gjërat e tjera që do të ndikojnë tek juve, kështu që s'keni pse të më shqetësoni, por gjërat që juve keni dhe mundësitë që vijnë tek juve, dhe është një kohë shumë e mirë dhe e mbar. Por mos harroni sepse kemi një mesjellor në ujor që ju prish pak sa e mendoni për shembull paradite dhe masdite ndryshoni pak, sepse nuk del atje ku duhet llogaria nga premtimet, sepse mund të flasim me këmbë tokë, por mund të flasim edhe gjëra që pse mund të themi diçka që mund bëhet pas nesër, por ne duam sot. Dhe kjo që është diçka shumë pozitive në anën juaj për të stabilizuar gjërat që dëshironi. Kalojmë tek datëlindja tjetër, Po. 11 janar i 77-s. 11 janar 77. Mhm. Ora e lindjes 17:00. Po. 5 e pasdites pra. Mhm. Për një parashikim të përgjithshëm gjithashtu. Çfarë do të themi për këtë datëlindje? Atëherë, kemi Britçap, ditë martë ka lindur, dhe kjo do të thotë mundësi, periudhë që ndodhin gjërat, i çështje ekonomike,
një problem i vogël që ka ndodhur në 2024 në nëndor ose në maj të 2025-ës, kur zgjidhet tani. Është një mundësi shumë e mirë, sepse në ekonomi asnjë s'mbarohet gjëna, por se gjithmonë ndikimet e kanë bricapet e gjatë, se lodhjet e skajshme, marrin një punë ose nuk kanë kohën e duhur për të nisur diçka të re. Dhe kjo bën që me kjo se ndikimi i bricapeve, përse ka dhe në mënyrën e gjërave që kanë bërë me hënën peshore, kemi mërkurin. Mërkuri u jep mundësinë dhe komunikimin. Keni ja 2 takime shumë të rëndësishme këtë periudhë, bëjeni se ka për t'ia vlerëtur në vlerë ekonomike, edhe gjërat e tjera që do të keni dhe mundësinë e mirë, sepse ka të bëjnë edhe me punë, ka bëjnë edhe me udhëtimet, ka bëjnë edhe me ndryshime të mëdha që vinë drejt jush. Kështu që ka një mundësi shumë mirë, duke pasur parasysh ndikimet. 6 mujori i dytë, pikërisht kjo periudhë është shumë e mirë, por ajo që është më ideale, më surprizuese, më ndikuese, është nëntor maj të 2027-ës, ku atëhere, ose një blerje, një diçka që do bëhet, një diçka që do keni mundësinë për arsye të gjërave të mëdha që vinë drejt jush në pasuri të paluajtshme, në një dokument që do ta merrni, do gëzoni, ku më mirë. Është aja dhe zhëja në gjëra të mëdha. Të falenderoj, Jorgo. Le të mirëpresim telefonatën e fundit për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Telefonoj nga Durrësi. Kënaqësi e dashur, po. Desha të di për shëndetin tim, jam 68 vjeçë, datëlindja 10 nëntor 1961. 10 nëntor 61. Edhe lindur në 8 mëngjesit. 8 e mëngjesit. Në rregull. Diçka tjetër? Në rreth shëndetit. Diçka tjetër? Përveç shëndetit? Për shëndetin, jetën përgjithësi. Sepse në lidhje me shëndetin, ne merremi në fushën astrologjisë për gjëra të tjera që mund kemi. Në shëndetin ja lëm mjekësisë dhe konsultimit me mjekun. Do ishte më mirë edhe më e qartë në atë që kërkoni. Se nuk do doja që, sepse po të flasim në gjëra të tilla, i bie që ne të dimë gjitha. Mos lëm gjë fare për mjekësinë, mos lëm gjë fare për ata që është shkencë më vete. Por nëse dëshironi në bazë të dhënave të ju, shikoj planetet ku ndodhen dhe çfarë mund të bëni në ekonomi, çfarë mund të bëni diçka në familje, me fëmijët, po, jam dakord dhe mundet, sepse jam i kësaj fushë. Çfarë doni të dini mbi familjen? Të jap një datëlindje të vajzës të madhe. Patjetër. 14 maj. Po. 1985. 85. Lindur në 1:30 të drekës, mbas drekës. 85? Po. Në rregull. Një parashikim të përgjithshëm për vajzën tuaj? Po, për jetën, për fëmijët, për ardhmen si do të... Ka lind ditë Marte? Po, për ditë Marte. Në rregull, te rregullojnë, nuk ka problem fare. Ndiqni parashikimin tuaj, e dashur, dhe urojmë më të mirat për ju. 14 maj të vitit 85. Ora e lindjes 13:30 minuta. Po. Një parashikim të përgjithshëm. Atëherë, 13:30 minuta. Pra sepse kanë të drejtë, në fakt nuk e kuptojnë nganjëherë dhe thonë që na shikojnë, por unë do t'jem korrekt se nuk i bëj të gjitha, nuk se bëj dot. Gjë që nuk e kam, nuk mund ta them e kam, e di. Atëse është problem shumë i madh që ndodh rëndomt në shumë vende që. Atëherë, marrim këtë datëlindje. E lindur ditë Marte. Ndikimi shenjës së demit, kokfort, nuk humbet kollaj. Mund të bëj 100 gjëra dhe në gjitha këto kërkon të drejtë. Dhe kjo është diçka shumë pozitive dhe mjaft e mirë. Kur është koha më e mirë për të stabilizuar gjërat dhe të shikojnë domethënë disa gjëra që t'ia vlej baraqëran për çështjet që ka, për gjërat që do ketë në vazhdimsi, por pse jo, sepse ascendenti në Virgjesh do thotë jam me këmbë tokë, di çfarë bën, edhe dy shenja që janë dy shenja toke, unë do të thosha që është momenti më i mirë i mundshëm, shtator, dhjetor, ekonomi, stabilizim, marrje vendimesh të rëndësishme dhe një gëzim në familje që do të ndodhi nëntor, dhjetor, që është diçka shumë e mirë në lidhje me çështjet personale, familjare të gjërave që ka. Kështu që mos u shqetësoni fare në këtë drejtim. Të falenderoj, Jorgo.
edhe mbyllim për sot. Jemi në përfundim të emisionit. Ju falenderojmë të gjithë që na jeni bashkuar përmes telefonatave dhe mesazheve gjithashtu. Ju bëjmë gjithashtu një rikujtesë që të gjitha mesazhet do të parashikohen deri në përfundim të emisionit, pra dhe duke ju uruar një ditë sa më të mbar. Bashkë ritakohemi sërish nesër në orën 9:15 minuta. Gjithë të mira. Jorgo? Gjithashtu dhe nga na ime, kjo ditë e sotme është një ditë e veçantë lidhje me ndikimin e hënës që nga darka do përgatitet për në virgjëresh. Prandaj përgatituni tani para dite, se është diçka shumë pozitive, madje gjërat do të jenë në anën tuaj, në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Nesër do kemi disa surpriza të tjera. Na shkruani në inbox se si juve e kaluat ditët e sotme, ne ju themi edhe për nesër mbi parashikimet që neve bëjmë. Mirupafshim.